Po si jo, 10.000 euro, 15, 20, i takon. Ç'është kjo? Ministra mos laj makinën 10.000 euro. Madje, mu bëri për shtypje një pik aty tek ai tenderi, që thoshte brenda të lash me vakum, jo me furç, se gërvishe tapiceria, normale. Pra, unë se kuptoj, e pare punës njërë, por e që duhet ministres, një Audi A8, makinë e fundit, mbi 100.000 euro makinë, për çfarë arsye? Se kujtoni ju se do e lajnë makinën me lekët e tyre, këta s'pagojnë as lekët për të larë makinën më. E kuptoni ku jemi ne. Populli me i varfër i Ballkanit. Për ju që nuk e njihni, është kjo ministria që ju bënde thirrje, kujdes karikusat, mos i lini vend se harxhoni energjinë dhe po na merrni në qafë, po shpërdoroni, po shkatërroni sistemin elektroenergjetik. Kështu që ndalën 11 maj me mend në kokë se nga 10.000 euro da çojnë 30.000 euro për të larë makina 3 herë në ditë, se i takon jo bërgjese, do thonë na votoj populli. Kështu që kujdes, atë keqen. Me gjera fjala që nga berdhe kjo makina ime për të larë. Ciao.